Me kam mbledhur sot këtu Todi Lupi, që dikur në nxirrte nga kjo sallë të qeshur të gëzuar, edhe sot na ka sjellë të përlotemi e të qajmë vërtet se ne iku njeri i mrekullueshëm. Iku një nga njerëzit që meriton shumë të dalë bashkë nga kjo sallë me ceremoni e me nderimin e gjithë këtyre njerëzve, të cilët e deshin. Aktorët Sferak janë shpërblyer nga publiku në radhë parë, kanë triumfuar me artin e tyre dhe kanë zënë një venderi në të tërë stadin e Republikës Shqipërisë. Fal punës, fal talentit tyre të jashtëzakonshëm dhe ishte një fat i madh. Për 10 ditë iku Sotiri, iku dhe Todi. 2 aktor të lindur për të lënë mbresa në këtë teatr. Todi ishte një njeri shëmbullor, një njeri që nuk tha një llaf të keqe nga goja. Një aktor që ka lënë mbresa nga 71-shi derisa dha fund jetës. Unë dhe shokët, ose domos unë nuk do të harroj derisa të vdes. Me Todin kam pasur një marrëdhënie vëlla, mik, shok, artist, shok, vëlla. Todi Lupi ishte ndershmëria e artit dhe kulturës në teatrin Bylis. Ai punonte me ndërgjegjje të jashtëzakonshme dhe çdo gjë nuk e bënte për të dukur, po e bënte sepse e ndjente në shpirt. Lam të mirë i dashur Todi u prefsh në paqe.